إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë që të rrofehemi dhe të marrëmi mësim nga ai burri i madh të cilën na rrofei pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i pesti nga ata 7 personat të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahu xhalla xhelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij, dhe ai është burri i cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fton një grua me pozitë të lartë edhe e bukur, e ai nuk ndalohet me diç tjetër nga ajo vetëm se duke thonë inni akhafullaha rabbul alamin. Unë kam frikë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin e botrave. Padyshim se o vëllezër është një nivel shumë i lartë dhe është një pozitë shumë e lartë, dhe cila është ajo zemër e cila braktis epshin e tij dhe ai triumfon ndaj epshit të tij në këtë veçanti kur ai të veçohet me këtë sprovë dhe me këtë mëkat. Padyshim se është një nivel i lartë dhe i madh në të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi, dhe se ky është niveli më i lartë që është i mbushur me sinqeritet dhe me frikën ndaj Allahu xhalla xhelaluhu, që i frigohet Allahu xhalla xhelaluhu në fshehtësi, atëherë kur të gjithë shiqimi i të gjithë njerëzve është i humbur, por nuk mungon shiqimi i Allahu xhalla xhelaluhu aty. Ne ndëgjojmë si transmetim dhe tregim dhe rrofim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po o vëllezër, me të vërtetë se kjo çështje është që aq është e rëndësishme sa që është një fushë e sprovës së vërtetë, e cila ripërsëritet në çdo epokë dhe në çdo kohë, e veçanërisht në kohën tonë, në të cilën përsëritet edhe kjo sprovë kap çdo të ri dhe çdo të vjetër. Dhe më përat kur ndëgjojmë këtë rrëfim të pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, na përmendëm në hutbën e kaluar për ata të cilët i qëndruan kësaj sprove edhe pse ishin në vetmi, dhe ju larguan kësaj sprove edhe pse ishin në vetmi kur ju afrua sprova atyre për me ra në mëkat dhe në imoralitet. Ai ishte pejgamberi i të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e nderoi me ndershmëri dhe me delirësi, ishte Jusufi alayhis salam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon o vëllezër por 3 persona të cilët ishin të sprovuar, dhe dietarët thanë ai i cili e kishte sprovën më të vështirë që ai e përmendi, ishte njëri prej tyre i cili tha, transmetoni Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë 3 veta ishin duke ecur, pa të ndalë që të ecin në mal, pa prit mas i kap shiu, e ato nuk ishin ku të strehohen, vetëm se shkuan që të strehohen në një shpellë. Dhe aty rrekulliset dhe rrëmbehet një shkemb dhe ja uzen derën e daljes së tyre. E pastaj
ato thanë me zveti të kujtojmë veprat e mira të cilët i kemi bërë për hir të Allahut, e ndoshta të shpëtojmë nga kjo humbner këtu në këtë errësirë të cilën jemi pa shpëtim. E të i lutmi Allahun xhel xhelaluhu sinqerisht, nëse ato ndonjë vepër kemi bërë për Allahun, e Allahut na shpëton nga kjo errësirë. E vazhdon secili që të i cek veprat, duke rikujtuar ndonjë vepër që e ka bërë vetëm për hir të Allahut xhel xhelaluhu sinqerisht, e që Allahu ja ka pranuar atë vepër dhe ti lutet Allahut, o Zot, nëse atë kam bërë vetëm për ty, na shpëto nga kjo errësirë këtu ku jemi. Të gjithë i cekën, por njëri prej tyre, o vëllezër, e ceku dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa qala al-akhar, tha njëri prej tyre, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. O Zot, unë e kam pas një vajzë të axhës tim, të cilën e dojsha aq shumë ma shumë se sa që mund me e dash një burr, një grua. E pastaj i tha, kur unë e ftoja ato për të bërë immoralitet, ajo ndalohej dhe pengohej, derisa erdhi në një moment që ajo të bjen në një vështirësi shumë të madhe, që ajo të ketë nevojë për të holla, e pastaj e qet kërkesën që nëse ja gjen 100 dinar, të asaj kohe ishin shumë e madhe shumë, atëherë që të pranon pra të bjen në mëkat me to. Dhe ky me nxje priste që ta shtrëngon çështjen deri në atë punë, tha dhe u pata lodhur të i tu bëj 100 dinar, e që të më mundsohet të bjen në mëkat me këtë grua. Mirë, po çka ndodhi, o vëllezër, kur erdhi momenti që ky i tu bëj parat, i tu bëj të holla që t'ia dhuron, e t'ia kryen nevojën, por me kushtin që e vendosi, tha kur u afrua mo në mes këmbëve të saj, tha, ajo ju drejtua dhe duke i thonë, ja abdallahi, ittaqillaha wa la tafuddu al-khatama illa bihaqqi. O robi Allah, ke frikë Allahun xhel xhelaluhu dhe mos e prish, mos e thyej vulën tënde vetëm se me hak. Tha dhe nga këtu u vetdisua ky njeri. Dhe nga këtu e kapi frika Allahu xhel xhelaluhu që mos të prish beqarerin e saj vetëm se aty ku është hak, mos u fut aty ku e kije të ndaluar, mos e merr ato pa hak aty ku e kije të ndaluar, që nuk është haku i yt, dhe pastaj i tha u largova, e kapi frika Allahut dhe ja lash dhe të hollat e saj. E kjo ishte, o vëllezër, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se ky njeri këtë vepër që e bëri ishte vet. Dhe e kujton në këtë moment dhe tha, o Zot, nëse unë këtë vepër e kam bërë sinqerisht vetëm për ty, na shpëton nga kjo errësirë këtu ku jemi dhe nga kjo vdekje për të cilën ato pasi që ju zu dera, nuk ishte aty vetëm se vdekja e tyre. E Allahu xhel xhelaluhu tha, largon shkembin, pra gurin e madh që zuri derën e hyrjes së tyre. Pra thua, vëllezër, kemi na ndonjë vepër në të cilën na nëse e kujtojmë sinqerisht, prej këtyre veprave të cilat kemi bërë, e ti thomi Allahu xhel xhelaluhu nga kjo vepër e sprovuar jemi larguar, e që të shpëton Allahu xhel xhelaluhu e bëri që lënjen e kësaj vepre nga frika e Allahut që mos të bjen në mëkat, të jetë shkaku i shpëtimit nga vdekja. Për arsye se zhytja në këtë mëkat, i cili është aq i irrituar, me të vërtetë se të sjell shumë pasoja të rënda pastaj. Kurse ky u largua nga ky mëkat dhe Allahu xhel xhelaluhu ja bjen shpëtimin e tij nga vdekja pas një kohe kur ai e rikujtoi ata. Lusim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu xhel xhelaluhu të na mbron dhe të shton sinqeritetin ton dhe frikën ton nga Allahu xhel xhelaluhu, e veçanërisht të na mbron nga ky mëkat i cili është i fllihur dhe i irrituar. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-ala, wassalatu wassalamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, wa ba'd. Të nderuar vëllezër, ajo e cila më së shumti prish zemrat është neglizhimi dhe lehtësimi i mëkatit, i këtij mëkati kur je në vetmi dhe mendon se je i vetëm, a kurse harron se Allahu xhel xhelaluhu është prezent me ty kudo që ti të jesh. Harron se syri Allahu xhel xhelaluhu nuk mungon, dhe se kjo është çështja që e bën dikant që ai ndoshta pastaj të ndihet aq i nënçmuar për shkak veprimit të këtij mëkati. Nuk është trimëri, jo vëllezër,
që ti mos ta kesh këtë sprovë ndonjëherë, as mos ta gjesh këtë haram dhe të thuash unë jam i pastër, shikoj të tjerë. Por trimëri është që të gjenë ndoshta kjo sprovë e ti të qëndrosh kësaj sprove e të jesh i larguar për shkak frikës së Allahut xhelle xhelaluhu. Dëgjoj se historia çka na rrofen dhe na ka shkruar një ngjarje shumë interesant për një djalosh i cili ishte i bukur shumë. Mirë po ai vepronte dhe punonte dhe hante nga puna e dorës së tij. Dhe ai e kishte një punë që este në për rrugët e tij dhe në për trege, shitte fladitset, freskuset e dorës të cilët i përdornin ngratë, ato të cilët janë pra prej letre ose prej pendave, ai i shitte ato në për rrugë dhe në për trege. Dhe ky e kishte emrin dhe quhej Muhammed el Miski. Muhammed el Miski del në për rrugë në për treg që të i shet ato në dorë. Derisa tha, impresionohet prej tij një grua e cila ishte e pasur dhe përcjell ato një ditë që ai të kalon pranderës së saj. Kur kaloi pranderës së saj, o vëllezër, ajo e fton dhe i thot: "A kije si freskuse vetëm këta apo ki dhe lloje tjera?" Tha: "Po kam dhe lloje tjera." Tha: "Mundesh të futesh këtu që ti shikoj mos dal në rrugë?" E hap derën e saj dhe ky kur futet në mbrendësinë e shtëpisë së saj dhe fillon që të i kontrollon, të i nxjerr freskuset dhe ato fladicet, që të i nxjerr, ajo ja mbyll derën dhe pastaj e vendosi në këtë sprovë, në këtë musibet shumë të madh dhe i tha: "Shiko këtu." Tha: "Ose të bësh me mua immoralitet, ose do të bërtas me Zot të lartë, që të marrin vesh të gjithë njerëzit dhe kujshia, e të gjithë njerëzit të tubohen se ti ke hyrë në shtëpinë time, ke kërcyer murin dhe je futur me zër, e don pra me më përdhënuar." Dhe ky u shtang, o vëllezër, Muhammed el Miski, ky djalosh u shtang nga kjo sprovë e madhe dhe nuk dinte çka të vepron. A thua të shkel haramin edhe të shkel këtë perde që Allahu xhelle xhelaluhu ato e shiqon, apo ta mban turpin të njerëzit të gjithë ta fajsojnë ata? A dini se çka veproi ky o vëllezër? Ky e zgjodhi një rrugë të tretë. Në moment ju kujtua diçka dhe tha: "Po do të përgjigjem, po a ka mundësi të shkoj në banjo, të shkoj në WC?" Kjo e lejon që të shkon në WC. Kur shkon në WC, o vëllezër, merr ky djalosh nga frika që mos të bjen në këtë haram, e merr nga fllihësia e WC-s, nga urina dhe nga jashtëqitja, e lyen trupin e tij, e lyen kokën e tij, fytyrën e tij dhe petkat e tij, e pastaj kur del, ajo aq shumë iritohet dhe fillon të bërtas dhe ta dëbën nga shtëpia dhe e dëbën Muhammed el Miskun nga shtëpia. E ky djalosh shpëton nga ky mëkat, ku shumë njerëz nuk i shpëtojmë këtij mëkati nëse i jepet shanca, por ky nga frika e Allahut xhelle xhelalu, o vëllezër, pastaj shkon në shtëpinë e tij. Çka ndodhi me ky djalosh? Që ky u ruajt këtij mëkati, tha shkon dhe pastrohet në shtëpinë e tij, e pastron trupin e tij. Tha pastaj fillon të përhapet një erë misku dhe mu përket e mori emrin Muhammed el Misku. Djaloshi Muhamedi, djaloshi i miskut, i erës dhe aromës së miskut. Tha del një erë nga trupi i tij. Dhe kur fillon ky të ecë pastaj në treg ku shkon përsëri, të gjithë njerëzit e dëshmojnë dhe nuhatin një erë të mirë nga trupi i tij. Dhe vazhdimisht këtë erë filluan që ta njohin të gjithë njerëzit kur este në treg, dhe tha dhe nëse futin në xhami, të gjithë tha nuhatshin erën e Muhammed el Misku. I thoshin kjo është era Muhammedit i cili buron nga trupi i tij. E pse o vëllezër kështu? Për arsye se ky njeri ishte ai dhe ky djalosh që e ruajti veten e tij në fshehtësi dhe nuk e shkeli normën e Allahut dhe as kufinin e Allahut, dhe Allahu xhelle xhelalu ja pasoi atij në publik që të del nga trupi i tij vazhdimsi dhe vazhdimisht era e aromës së miskut të tij. Pra thua, a jemi ata të cilët kemi ndonjë vepër të tillë për të cilën Allahu xhelle xhelalu të na zavendëson, apo ndoshta nga ky mëkat të cilët aq shumë jemi njollosur në këtë kohë të fitnes, nëse kishim pas ky mëkat erë o vëllezër, do ta ndoqmi edhe fshatin edhe qytetin nga kjo erë e fliqur të cilën jemi njollosur. Lusim Allahun xhelle xhelalu që Allahu
të na dhuron sinqeritet dhe frikë nga Allahu xhel xhelalu, të na mbron nga ky mëkat i cili është i vështirë në të dukshmen dhe në të padukshmen. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na dhuron neve dëlirësi dhe pastërti, e të mbron në rinin ton dhe pleshtet ton dhe gjithë muslimanët, të gjithëve të na mbron nga ky mëkat. Wa qulu qouli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.